skutra, dhe mbledhur si likuar në këtë bank, kujtojnë vitet e fëmirisë. Në këtë kodër historike kanë qenë disa klube patriotike, vatra të zjarta ku zjente kënga për alfabetin shqip. Shumë të bukur e keni bërë, u tha shoku Enver, grupit të skulptorëve të Obeliskut, dhe i porositi që në të ardhmen të bëjnë monumente akoma më të bukura për popullin e partinë. Pasi vizitoi qendrën muzeale dhe Obeliskun, udhëheqësi i dashur i partisë e i popullit, shoku Enver Hoxha, shkoi për vizitë në shkollën e mesme Asim Zeneli. Për të pritur udhëheqësin, kishin dalë mësues e nxënës të kësaj shkolle, të cilët shprehen dashurinë e pakufishme për partinë, gëzimin e çiltër që u bëron nga zëmrat për këtë vizitë të mësuesit dhe edukatorit të shtrejtë. Drejtori i kësaj shkolle e informoi shokun Enver për punën mësimore edukative që bëhet për rezultatet e arritura nga mësuesit dhe nxënësit e saj. Nga banga ku për disa vjet me radhë ka ndenjur shoku Enver, shoqja Nejmi Hoxha u foli nxënësve për dashurinë për profesionin e nderuar të mësuesit, të cilin e ka ushtruar për pak kohë edhe ajo. Shoku Enver i përgëzoi nxënësit dhe mësuesit për rezultatet e arritura dhe u dha porosi shumë të çmuara për punën e tyre në të ardhmen. Ky takimi ngrohtë me udhëheqësin e dashur të partisë do të mbetet më i bukuri e më i shtrejti për nxënësit e mësuesit. Kjo ditë do të mbetet më e paharuara në historikun e kësaj shkolle, në gjirin e cilës janë rritur brezat të tërë revolucionarësh. Në për këto rrugica të bukura me shtëpi karakteristike, ka kaluar fëmirin udhëheqësi i dashur. Në rrugën që të çon për në lagjen Palorto, shoku Enver takohet me këngëtarin e dëgjuar popullor Xhevat Avdall, dhe së bashku ja marrin një këngë të vjetër trimërie. Kalon në për këtë rrugë me kaldrëme, dhe një nga një mblidhen kujtimet e hershme. Ja këtu ka kaluar një pjesë të fëmirisë udhëheqësi i dashur. Shoku Enver takohet e bisedon me banorët e kësaj shtëpie dhe shpreh gëzimin që këtu ku kaloi fëmirinë e tij, banon familja e një punëtori nga më të nderuarit. Këtë ditë të bukura marsi, do të mbeten të pashlyera në zëmrat e gjirokastritëve, të nënave e baballarëve, të veteranëve, të mësuesve e nxënësve, të pionierëve, të popullit të Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë.
Shoku Enver Hoxha dhe shoqja Nejmia Hoxha shkuan në varrezat e qytetit për të nderuar kujtimin e xhaxhait tij, patriotit të shquar Hysén Hoxha, kryetari i klubit Drita, përfaqësuesi i Gjirokastrës në kuvendin e Vlorës për shpalljen e pavarësisë. Ai bëri omazhe edhe në varrin e vëllait të tij Beqir Hoxha, i cili kthyer nga kurbeti i smurrënd, zdiq në moshë fare të re. Gjirokastra kaloi ditë të bukura e të paruara me birin e saj të dashur. U çmall, u gëzua, i mbush zemra me dritë. I përcjell me dashuri nga populli i Gjirokastrës, shoku Enver Hoxha u nis për vizitë në rrethin e Sarandës. E populli i Sarandës e priti plot gëzim dhe entuziazëm vizitën e sekretarit parë të Komitetit Qendror të Partisë. Në kodrën plot gjelbërim për ershëm, ku pren dëshmorët e lirisë, jenë mbledhur nëna e baballar, të afërm të herojve dëshmorëve të luftës nacional shkelimtare, veteran e pionjer, të cilët takohen e bisedojnë me udhëheqësin e dashur të partisë. Shoku Enver Hoxha vendos tek lapidari kurorën me mbishkrimin dëshmorëve trima partizanë. Lavdi atyre që dhan jetën në lulen e rinisë, për lirinë, për nënën Shqipëri. Populli i lindi, partia i rriti dhe i bëri të pavdekshëm, bijtë e bijat që ranë në ballë të luftës me idealet e saj në gjithë. Shoku Enver Hoxha, i shoqëruar nga shoqja Nejmia Hoxha, antare Komitetit Qendror të Partisë, si dhe nga shokët Jashar Menzilxhiu, sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit, Jordan Pani, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit, kalon në rrugën Anës Detit, në këtë shëtitore të bukur që zjen nga gazi e areja e Sarandjotëve, që kanë dalë për ta përshëndetur. Shoku Enver Hoxha bën omazhe dhe vendos një kuror në bustin e Hasan Tasinit me mbishkrimin Dietarit dhe patriotit të shquar të rilindjes Hoxh Tasinit. Hasan Tasini ishte filozof i shquar, tha shoku Enver. Hasan Tasini ishte edhe një patriot i madh. Ai punoi për alfabetin shqip dhe donte ta kishte të ndryshëm nga të tjerët, për të treguar kështu personalitetin e kombit tonë. Banorët e Sarandës, burra e gra, të rinj të reja, veteran dhe pionier, shprehin dashurinë e pafund për partinë dhe udhëheqësin e dashur, duke manifestuar edhe një herë unitetin e qelnik të patyshëm të popullit me partinë. Shoku Enver Hoxha, i shoqëruar nga shoqja Nejmia Hoxha, si dhe kuadro drejtuese të partisë të pushtetit në Rreth, asistoi në koncertin festiv me këngë valle popullore me temën Shkëm graniti Shqipëria,